Kuvendi nuk u konstitua as këtë të martë. Por edhe nëse do të bëhej të vazhdonte seanca, Faton Peci zor se do qëndronte deri në fund. Ministri në detyrë i bujqësisë doli me nxitim nga ky institucion, madje nga një portë që deputetët nuk e përdorin shumë. Ky zgjodhi këtë dalje me që po i bastisej dikasterit qeveritar që ende e drejton, ani se ka dhënë ndërheqje, por një kolege e tij e mbron fuqishëm. Nuk ka asgjë për të fshehur këtu. Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga Ministri Peci, ne kemi pasur rastin që diskutojmë edhe para disa ditëve, edhe sot, për këtë çështje. Ajo është shumë i hapur që të bashkëpunojë me institucionet për të zbardhur gjithë këtë, si më thënë, plan për ta dëmtuar Ministrin Peci, për ta dëmtuar qeverinë Kurti. E arsyen se pse ndërhyn policia e prokuroria e dha vetë prokurori i rastit. Ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qiratë të kësaj fabrike. Përpos ministrisë, bastisjet janë kryer edhe në disa hapësira të tjera. Nga to janë siguruar materiale për procedurë hetimore. Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Peci është ftuar më pas që të intervistohet nga Prokuroria Speciale në cilësinë e të dyshuarit më pas, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt.